Mas këtij kanali do të përfaqësohet në Italinë e Madhe, në broadcasting gjigant të Berlusconit Mediaset. Ne jemi vetëm në vitin e 4 dhe ata janë 25 vjeç që bëjnë këtë program e padyshim kjo që tregon forcën e formatit ton, duke marrë mbështetjen e transmetuesve më të fuqishëm në Evropë. Por, para se t'ju tregoj se kush është banorja apo banorja që do të dërgohet të premte në Grande Fratello, e marrim një koment nga opinionistët, sidomos nga Olta e nisim, sepse e dim që shqiptarët e Shqipërisë me Italinë janë shumë të lidhur. Po, ne jemi rritur me emisione italiane, aty kemi mësuar dhe italishtën nga televizori. Po, kjo është një goditje shumë e fortë. Kjo është një goditje në qendër. Bravo ju qoftë, edhe do jetë një eksperiencë shumë e bukur ashtu siç e the edhe ti që vendi i Kosovës të dëgjohet akoma dhe më shumë, jo vetëm nga Dua Lipa dhe nga Rita Ora, por edhe nga një banor i shtëpisë të Kosovës, i shtëpisë më të madhe. Leonora. Fantastike, vërtet, dhe uroj që unë nuk e kam ndjekur atë emision, nga që atë nuk e njoh gjuhën italiane dhe ne më shumë kemi ndjekur shtetet gjermanofolse, më shumë ne shqiptarët e Kosovës, por që është fantastike vërtet dhe uroj që Grande Fratello banori i Big Brother VIP Kosova të rritë qykushmërinë. Ata din ta bëjnë më mirë se kushdo këtë spektakël. Grande Fratello. Ata janë inspirim ata din ta bëjnë më mirë se kushdo. Dhe kushdo qoftë nga italianofolsit besoj do jenë, patjetër, do t'i bëni dhuratën e jetës. Kjo po që është dhuratë, do t'i ndryshoni jetën. A të futëm dhe unë banore, se di të flasë shumë mirë italisht. Po ju dini gjithë italisht, apo dini folë italisht, po. Ma si, kome no? Jemi pak vonë për ty, ndoshta vitin tjetër. Jo më këtë kemi shenë në Romë vetëm për foto, por edhe kemi bërë një punë shumë të madhe me Olsen ku ishim te Grande Fratello, të cilin ku kemi pas një mikpritje fantastike nga formati dhe ata ishin pro ides që të bëjmë një shkëmbim dhe një banor apo banore e Big Brother VIP Kosova të bëj historinë dhe të shkoj për herë të parë nga trevat shqipfolse në Grande Fratello Italia. Derisa ne jemi duke përmbyll pjesën e parë, njëkohësisht Grande Fratello është duke u realizuar apo duke u transmetuar në Mediaset edhe prajmi i tyre dhe pas pak ata do të shfaqin një klip nga Big Brother VIP Kosova për banorën e cila do të shkoj për qëndruar atje 24/7 për një javë rresht. Dhe banorja që do të shkoj në Grande Fratello është Dolce. Ajo nuk e di dhe nuk do ta di deri të premten kur vllai i madh